Premjen e së premtes, skena e teatrit Andon Zako Çajupi në Korçë u mbush me emocione të forta dhe mesazhe të thella përmes monodramës Ëngjëjt. Vepra e realizuar nga autori Odisej Plaku dhe me regji të Naser Shatrollit solli në qendër të vëmendjes dramën e fëmijëve të zhdukur në vendet në konflikt përmes rrëfimit të dhimbshëm të një nëne që nuk di asgjë për fatin e fëmijës së saj. Aktoria e njohur Vefi Redhi interpretoi me ndjeshmëri të thellë personazhin kryesor, duke hyrë në lëkurën e një gruaje që jeton mes ankthit, shpresës dhe kujtimeve në një realitet ku lufta ka marrë gjithçka. E para është që historia nuk duhet harruar sepse përsëritet, siç po përsëritet tashmë në vendet e tjera me fëmijë të tjerë. Është shumë e kohët, shumë reale, sepse është, po të bëjmë paralelizmin në fëmijët e Gazës, dhe njëkohësisht është një mesazh i fuqishëm që i thon hymn nënës. Përpjekjeve të nënës dhe me këto përpjekje të rrahjes së zemrës së një nëne duhet të rrahë gjithë shoqëria kur ka të bëjë me fatin e fëmijëve që janë e ardhmja. Ndjenja duhet të jetë diçka e llaftarshme. Nëse shikon një fotografi dhe shef një fëmijë kuqan, dhe nuk është i joti, nuk di ku jeton ky fëmijë, dhe megjithatë loti atij të pret dhe të dëm shpirti. Kështu që mendoj një nënë për fëmijët e vet. Është pak e tepër kjo që them unë, por ndoshta të vi një moment që mos të shikojmë lot, mos të shikojmë sy fëmijësh të përlotur. Ndoshta është një nga dhimbjet më të mëdha që ekzistojnë kur shikon një fëmijë të përlotur të cilin nuk mund ta ndihmosh. Kur shikon një fëmijë të përlotur që thotë dua ta ha. Kur shikon një fëmijë të përlotur që thotë a mund të themi pas mamin dhe babin, kemi marrë fund si shoqëri në qoftë se prodhojmë gjendje vetëm të tilla. Sepse jeta nuk ka më kuptim pa të ardhmen, dhe të ardhmen e ardhmja e jetës janë fëmijët. Autori i veprës, Odisej Plaku, e cilëson dramën si një thirrje institucionale dhe humane për të ndaluar gjakderdhjen që po ndodh në shumë vende të botës. Kjo vepër është pikërisht një thirrje institucionale, një thirrje për drejtësi, një thirrje për t'i dhënë fund kësaj gjakderdhje të pafund që po ndodh në gjithë botën dhe çdo ditë më shumë po bëhet një problem shqetësues që po merr jetët e njerëzve. Në një mënyrë apo në një mënyrë tjetër të gjithë ne si shoqëri duhet të gjejmë mënyrën se si ne të japim mesazhet tona të qarta dhe për të shkuar drejt asaj që mund të quhet luftë, por nëse nuk mundemi dot që ta ndalojmë luftën, të paktën të parandalojmë atë dhe të mos bëjmë jetët e fëmijëve të zeza, por të jenë si lulet e majit, por edhe jetët e prindërve të jenë në krah të fëmijëve të tyre dhe të shijojnë jetën, të japin dashuri dhe lumturi. Dhe duke pasur dhe parasysh dhe faktin tjetër që e përmenda që luftrat janë si të thuash gangrena e jetës së përditshme në mbar botën, mendova se një vepër e tillë i qëndronte kohës. Ne duhet të jemi autorët që të shkruajmë dhe të përcjellim jetën e përditshme në dinamikën, në problemet e saj, në shqetësimet. Unë zakonisht preferoj që t'i drejtohem jetës së përditshme dhe problematikës që ajo mban. Regjizori Naser Shatrolli, veti prekur nga përvojat e luftës, ka zgjedhur të shmang sentimentalizmin e drejt për t'i dhënë veprës një dimension artistike abstrakt. Vepra e përjetimit drejt për drejt. Unë kam qenë luftë, nuk kam qenë luftëtar, por e kam përjetu krejt lëvizjet, ikjet, në përpyr, kam flajt në përmal, në përbor, në lëshim, në të ftohtë të madh, me familje, me fëmijë, me këto vujtje i kam pas deri në ditën e hyrjes së ndërkombëtarëve, unë kam qenë jashtë në përmal e kemi fjet. Vujtja është nuk mund të kompenzohet me asgjë. Por në këtë rast artistik, po them, unë kam dashur që ta sfumoj atë pjesën e si thosh sentimentale dhe kam dashur të jap dimension më shumë artistik, estetik, edhe kam dashur të futem në ato konturat e abstraksionit, në konturat e absurdit, në konturat të paradoksit.
Monodrama Ëngjëjt është më shumë se sa një shfaqje teatrale, është një pasqyrë e dhimbjes që lë lufta pas, një homazh për nënat dhe një thirrje për ndërgjegjësim shoqëror. Ajo u vlerësua me çmimet, regjia më e mirë dhe aktoria më e mirë në festivalin e monodramës që u mbaj 3 ditë më parë në kryeqytet, ndërsa shfaqja do të vazhdojë udhëtimin në disa teatro të Shqipërisë dhe Kosovës.